Albert Ramaja nga fshati Qërim është bujku me përvojë shumë vjeçare dhe një trashëgimtar i punës së babait dhe gjyshit të tij në bujqësi. Aktualisht ai kultivon kultura të ndryshme bujqësore në tokën e tij, prej afro 5 hektarësh. Kemi të mbjellur spec, tranguj, domate edhe patate. Patate kemi cerën tjetër. Na tregot që kur janë mbjellur dhe kur është koha për të vjelur apo Koha mbjelljes është me 26 janarja, fillojmë, çojmë fidanët në modulet vogla. Pastaj ne gradualisht u rrit edhe t'jam ndru modulet më të mëdha dhe dikun në fund të marsit I kemi qitë këtu. Përveç perimeve, Ramaja kultivon edhe 2 hektar misër, 1 hektar grur, si dhe kujdesit për 600 trupa mollësh cilësore. Kemi misër 2 hektar, gruni kemi 1 hektar, edhe molli kemi 600 trupa. Që sa ko merri me këtë profesion, apo këtë lami dhe sa është fitim prurë se kjo? Kjo është bobe babgjysh. Kemi vazhdu me këtë tradit, po na kemi modernizu pak. Na kanë mundësu mjetet dhe kemi modernizu pak. Mesera filmas lufte ja kemi fillu. Dhe më në vitin 2001-2002 kemi vazhdu mesera. Ramaja thë se e gjithë këtë punë menaxhon së bashku me familjen pa pasur nevojë për fuqi punëtore shtesë. E kur është fjala te tregu, thot se atë ka të siguruar në Gjakov. Po familjarisht punojmë, edhe kemi për tregun në Gjakovës. Furnizojmë të markete, edhe për të anësh tregun e mbaj vetë. Sa është lehtësim bashkëpunimi bashkë me familjen për gjithë këto punime, gjithë këto toka që janë të punuar? Sa është lehtësim apo duhet edhe fuqi punëtore tjetër? Jo, është lehtësim, fuqi punëtore s'kem nevojë. Lehtësim se punojmë familjarisht, kem kohë në caktuar, kur punojmë, kur pushojmë, kur kem marrëveshje të mirë, kem bashkëpunim të mirë. Përveç të mbjellurave që aktualisht ka ky bujk, pretendon të rrisë kapacitetin e punëve në bujqësi për çfarë ka aplikuar edhe për një subvencion në ndërtimin e një sere të re. Po këto janë mbjell patate janë farë për Egjiptit të ardhë, nëpërmes Shqipërisë të ardhë na. Edhe kemi mbjell dikun me 2 shkurt. Kur janë qitë në tokë, edhe gradualisht shtarëve kemi filluar bërë. Na trego keni pasur se I përket mbështetje prej ministrisë apo subvencione, na trego? Po për vitit 2014 kemi pasur mbështetjen e fundit prej komunës Gjakovës, 2011 prej qeverisë Kosovës. Tash kemi aplikuar për se 4 I kanë pranuar dokumentat, a pranojnë, a japin, a se japin, na jemi pritje. Puna në bujqësi, bujku të Ramaja dhe familjes së tij sjell përfitime të mira materiale, fal punës dhe angazhimit të vazhdueshëm që bën.